question. Zot ministër do doja dija nëse Ministria ka një strategji që krahas turizmit elitar për gjatë 2026-s të përfitojnë nga turizmi gjithashtu edhe bizneset e vogla lokale apo qoftë edhe vetë banorët që janë pjesë të zonave turistike. Një nga rastet më të mira është përsëri Butrinti, ku projektet që fondacioni po aplikon bashkëpunim me komunitetin, me artizanët, me shitësit lokal, vendor, hapja edhe vetë parkut për një pjesë tyre, për stendat, për gjithë produktet e tyre bujësore, pra të kopshteve, fermave tyre të vogla, që janë atje edhe për turistët edhe për qytetarët që vizitojnë, natyrisht artizanatin përgjithësi, ne po punojmë për fondacionin kultural, për që nga gjëra që se shtohet do të thosë janë shumë, për një brand të suvenireve shqiptare i cili është i dizenjuar, i konceptuar, i verifikuar në një farë mënyrë nga pikpamja artistike, nga pikpamja e vlerave traditës, nga pikpamja e asaj që përfaqëson në mënyrë që mos kemi në muze, institucione, site, parqe, themi produkte të cilat janë pa asnjë lloj kuptimi, ndonjëherë në cilësi shumë të keqe, ndonjëherë edhe komplet gabuara në mesazhet që japin, edhe që janë, po themi, krejt banale në raport me atë që ne duhet t'i ofrojmë publikut në këto vende kaq ekskluzive. Në shumë vende të botës, muze, site e tjerë, një pjesë e mirë të ardhurave sigurohen gati gjysma ndonjëherë nga gjithë to produktet, po themi, suvenire dhe produktet komerciale, nga memorabilia dhe nga gjithë produktet dedikuara të artizanatit, apo që lidhen me një kujtim që do marrësh nga vendi ku ke qenë. Kështu që ka një potencial shumë madh ekonomik dhe fondacioni kultural i cili është në procedura e sipër do të bëjë dhe një blerje në sasi të mëdha të përqendruar të materialeve të kontrolluara natyrisht. Këtu do të bashkëpunojmë me AID-ën, do të bashkëpunojmë me agjenci cilat merret me certifikimin, në mënyrë që ne të blejmë artizanat, në ato raste, jo të ushqejmë një artizanat industrial dhe ta dëmtojmë artizanatin, por të blejmë artizanat në ato raste kur kemi sasi për ta bërë atë që të shpërndahet në ambasada, në shtëpitë e kulturës së ndryshme që ne kemi jashtë, apo në gjitha projekte që ne kemi me diasporën. Vetë Kultural është një projekt i cili zhvillohet jashtë Shqipërisë për herë të parë nga vjet dhe promovon kulturën shqiptare në botë. Kështu që gjithë to mundësi që ne kemi për shkëmbim dhe pastaj gjithë rrjeti ekskluziv i institucioneve tona. Për shembull mendoni dyqan ekskluziv në Kala, dyqan ekskluziv në Muzeun Kombëtar, dyqan ekskluziv në Teatrin e Operës Baletit. Të gjitha këto dyqane ekskluzive mund të ishin një pikë e mirë, një rjetëzim fantastik për të shitur më mirë, më shpejt dhe më me çmim të duhur produkte të cilat do të gjeneronin përfitim për gjithë këtë pjesë të artizanëve dhe të atyre grave duararte, e burrave duararte që janë nëpër Shqipëri, të cilët shpesh vuajnë, luftojnë që të ruajnë këto zanate, t'ia trashëgojnë ato fëmijëve të tyre, sepse nuk kanë burimet e mjaftueshme. Edhe kjo është një nga ato aspekte që ne kemi adresuar, do punojmë dhe do të investojmë dhe do të bëjmë ç'është e mundur që ta zgjidhim si një problematikë. Përshëndetje, Anila Kolgjini nga Euronews Albania. Doja të ndalesha te kultura. Ishte për ndjekurit politik përpara disa kohësh, përpara disa muajsh më qartë, protestuan për ndalimin e punimeve në Ish-burgun e Spaqit. Aso kohë ju i pezulluat punimet, doja të dija, a do ketë një tërheqje përfundimtare për restaurimin e Ish-burgut të Spaqit në qëllim të një filmi? Dhe pyetja e dytë, keni bërë një plan ndërtimi për muzeun në burgun e Spaqit? A ka një afat se ku mund të jetë gati? Faleminderit. Ta nis nga e dyta që është edhe përgjigje, themi, jo e lehtë, sepse ai plan menaxhimi është i përafërt dhe me kohët që jetojmë dhe me mënyrën se si po lëvizin edhe kostot, edhe se si po lëvizin çmimet, do jetë vështirë që të jetë i vërtet në atë shifër që pak a shumë projekton. Pra mendohet që mund të duhen rreth deri 6 milion euro, ndoshta, për të bërë një ndërhyrje e cila ajo nuk është e plotë, është një ndërhyrje fillestare. Kuptohet, jemi duke folur për një vend shumë të larg, jemi duke folur për kushte shumë të thyera terreni, jemi duke folur për kushte shumë të thyera atmosferike, problematik për të
dërguar njerëz, për të dërguar firma, për të punuar, çka ishte edhe një nga ato arsyet që e çoi dhe projektin e parë, po themi modest, të asaj ndërhyrje në Spaç që t'ishte në vështirësi, dhe duhet parë, si më thënë, plani i menaxhimit si një udhërëfys. Ky udhërëfys është shumë i rëndësishëm që na tregon mënyra, rrugë, këshilla, sugjerime se si mund ta trajtojmë ne historinë e Spaçit dhe çfarë mund të bëjmë ne që kjo të jetë në sytë e publikut dhe si mund të jetë kjo në sytë e publikut më mirë se sa duke qenë themi thjesht e botuar, e publikuar apo e muzealizuar në Tiranë në një variant multimedial. Pra si mund të bëjmë ne që ne të kemi interes të shkojmë në Spaç, të flëm diku atyre zonave, të rimë më gjatë, të ecim itinerareve, të na shpjegohet çfarë ka ndodhur, të kemi interes më të fortë për të marrë të rrugë, është disa orë rrugë, edhe bëhet gjithmonë më e vështirë kur bëhet pastaj për grupe më të mëdha e kolektive më të mëdha, sepse jemi në një vend që nuk e kuri. Pra praktikisht jemi një ai vend është konceptuar të jetë aty pikërisht për të dhënë këtë ide. Që je në zgrip. Jeta jote është mes minierës dhe një zgripi ku ti po ja dole të jetosh të dytës do vdesësh ke e para, po ja dole ke e para do vdesësh ke e dyta. Ti je dhe pastaj përballë ke shpatin tjetër të malit dhe gjitha kjo ka bërë që është shumë e vështirë që të ketë një ndërhyrje të qëndrueshme atje. Dhe do shumë financa. Neve si vjet po punojmë siç u thash për instrumente. Nëse do arrim që me këto instrumenta ne të çlirojmë fonde, e të çlirojmë mundësi që ne të kemi arkat më në gjendje për të adresuar dhe projekte kaq madhore, do ishte shumë mirë. Nëse partnerët tanë si delegacioni Europian apo partnerët tjerë të ndjeshëm mbi historinë dhe mbi, po themi aq më tepër persekutimin, periudhën komuniste, do të jenë afër nesh, do të ishte shumë mirë. Sepse janë projekte që nuk bëhen dot vetëm nga qeveritë. Ne në radhë parë, pra vërtet që ajo ka një vlerë të jashtëzakonshme. Po shumë e vështirë të vëmë në peshore se sa vlerë ka ndërkohë një shtëpi në Gjirokastër e cila është kategori e parë dhe e cila është në prag të rrëzohet. Pra, domethënë, do duhet kujdesemi shumë edhe për objektet që kemi në territor, kemi objekte që nuk janë pjesë e qyteteve dhe qendrave, të cilat janë shumë të rrezikuara. Kemi shumë nevojë për ndërhyrje në trashëgimi dhe kemi shumë kala të cilat kanë nevojë për ndërhyrje tashmë shumë më të thella, më të forta. Mos harrojmë që në Krujë kemi akoma disa probleme me shkëmbinjt që janë jashtë, me ndërhyrjet që janë atje. Kruja në vetvete është një qytet i cili kërkon një vëmendje shumë të madhe, shumë të madhe. Që nga poshtë, që nga hyrja e deri lart. Edhe aty kemi të gjitha. Kemi nga mbetjet nëpër kanale, tek ai pylli zonë mbrojtur i cili duhet parë komplet, se duhet të jetë një parajs që të shkosh në Krujë. Ndërtimet pa leje, ndërtimet e degraduara, pastaj pjesa atyre që janë rrotull kalas, kalaja etj, vetëm për të thënë se sa të mëdha janë